Po për vrasjen e Jusuf Gërvallës, profesor, ke hasë në ndonjë dokumentacion në UDB? Për vrasjen e Jusuf Gërvallës të unë që granë ka qenë edhe Hisen Gërvalla, vllau i Jusufit. Ati ja këmë dhanë të gjitha informacionet që janë dash se ideologu i kreta të projekti është Ibrahim Kelmendi. Kurse Riza Saliu ka qenë informator në ambasadën e Shqipërisë. Kanë dhanë, kanë marrë informacion. Pra ju po thoni që se është akuzeron, profesor, Ibrahim Kelmendi ka qenë ideator i vrasjes Jusuf Gërvallës? Sigurisht, edhe prandaj me po, ai ka shkruar. Pa keni dokumentacion për këtë gjë? Ka në arhiva, plot ka, edhe din edhe ai ka bisedu me mund telefon edhe Ibrahim Kelmendi. Ka shkruajt librin Atentatat, po do sende ose shumë sende nuk i thot, nuk i rafen, i man sekrete. Po a keni hasë në dosje për këtu që Ibrahim Kelmendi ka qenë? Po une që kam lexuar që mbajnë mend prej arhivës, kanë qenë njerëz shfrytzuar prej kretë shërbimeve të Beogradit, grupet, sidomos këta marksist-leniniste, edhe pse kanë pas konflikte në mes vete, antagonizma, mandej me këta grupe tjera në Belgjik, për shembull në Bruxelles. Kjo grupa që kanë qenë me Enver Hadrin, mandej Vebi Ibrahimi, në ata likvidohen, ka qenë ma tepër ka qenë si zogist, Rifat Kolgjini, edhe ai ka qenë Bruxelles. Po për Riza Saliu, çka do shte me thonë? Për Riza Saliu edhe ai din do informata, po ma shumë i ka dhënë ai në ambasadën e Shqipërisë. Din informata? Din informata, ka informata, ja ka dhënë Shqipërisë, Shqipëria i din heshtën, ja ka dhënë një farë diplomati Simon, ja ku marru emri. Po për shkrimtarën e madhë Ismail Kadare? Ismail Kadare, se flisnin libër diçka. Dorën zemër, ka shkruajt libra shumë, është shkrimtar i kombit, është shqiptar i madh, si shkrimtar. Edhe antar nderi në Akademinë e Shkencave në Tiranë e kanë bërë nga respekti si shkrimtar i madh. Por më kanë thënë njerëz kompetent, ama si njeri nuk vlen, është shumë cinik. Pse? Po ku ta di unë si njeri, ndoshta nuk është qaq komunikativ me respekt për të një person. Keni shkruar diçka për të në libër? Po, ai din shumë informacione prej KGB-s, rusit, sa që ka kry shkollimet ai. Edhe po, pse i heshtën, ose ndoshta ai din vetëm ai edhe Enveri. Enveri ka pas për herë pranë. Ky thot se shkrimtari Arshipipa i Shkodrës ka qenë diverzant. Nëse ka qenë diverzant, atëherë Kadareja din shumë gjaja për diverzantët. Shumë diverzant sigurimi i vrau ende para në tokë. 29-ën e 50-ën e grupën e Leshanakut e mandej këta grupa kosovarë. Po çka keni shkruar konkretisht në libër për Ismail Kadare? Po unë kam shkruar do gjaja që me qëllim që ai të mund të rëfen, të mund diçka të tregon, më po nuk di heshtën, nuk po çka ju keni thonë në libër nëse s'gaboj që kur është bën masakra ai ka qenë tupi i Rakitikut, a? Jo, ka ndodhur 81-shën, gjërsa në Kosovë ishte problemi me policinë jugoslave, me ushtrinë jugoslave, ai ka marrë pjesë në një tubim të poetëve, të shkrimtarëve në të lidhjes në Serbi.